Mirëmëngjesi shikues të nderuar dhe mirë se vini në koha për të zgjuar. Do t'jemi së bashku në këtë hapësirë, fillimisht për t'u njohur me lajmet më të rëndësishme në mediat më të klikuara online në vend dhe më pas do t'jemi ashtu si çdo ditë në hapësirën e telefonatave, por ju tashmë e dini se në çdo të diel të gjithë hapësirën që kemi në dispozicion për telefonatat u kushtojmë qytetarëve, pra do të komunikojmë së bashku për afro 1 orë e 30 minuta për të ndarë shqetësimet dhe mendimet apo opinionet tuaja për çështje të ndryshme. Sot është e diel, data shënon 17 maj 2026 dhe nisim pa humbur kohë me median online më të klikuar në vend balkanweb.com. Balkanweb vjen me titullin kryesor Bullgaria triumfon në Eurovision, Dara mposhti Izraelin pas një gare kok më kok, Ali si 13 me 145 pikë. Video grabitën argjendarin në mes të ditës në Kamës, një prej autorëve i armatosur me kallash, ja momenti kur aratisen me motor. Mojtaba Khamenei, garda revolucionare apo kush e ka pushtetin e vërtet në Iran? Jo e mëtej. Opozita bashkoi votat me Partinë Socialiste për rezolutën e Bashkimit Evropian, skandali i Akshit, shteti dhe bandat janë një. Ali Mehmeti, Partia Demokratike pro integrimit ja plani i Ramës. E gjeni të plot në Balkanweb. Lufta po afron, media izraelite, Trump mbleth ekipin urgjent për Iranin, vendimi për sulmet pritet brenda 24 orëve. Video, a do të garonte për kryetar të Partisë Demokratike? Ali Mehmeti, s'është ambicia ime, përplasjet e Berishës me Salianin, jo ashpërsimi të tonave. Video, mbeturina në mes të myslimshyrit, Erion Braçe, vatër infeksioni me minj që lëvizi në përplehra. Armëpushimi me Libanin u zgjat dje, Izraeli dhe Hezbollahu shkëmbejnë sulme, IDF godet 100 objektiva. PSD konsensus në parlament, janë në muaj mjalti, Kapri nuk u përmend çështja Balluku në asnjë fjalim si mund ta votonim. Dinamo fiton ndaj Vllaznis 2 gola në përballjen e parë të Final Four. Rëshqitje masive gurësh në aksin Burrel-Skuraj, blokohet një krah i rrugës, rrezik për drejtuesit e mjeteve, një gabim hedh në liqen. Ishte pasagjer në anien e prekur nga virusi, Kanadaja konfirmon mbërritjen e hantavirusit. Financial Times, sekretari i përgjithshëm i NATO-s do të ushtrojë presion mbi kompanitë evropiane të mbrojtjes për shëbat. Trump paralajmëron Iranin, arrini marrëveshje ose do të përballeni me pasoja të rënda. Sulmi frikshëm në Itali, makina përplas turmën me njerëz, plagosen 10 persona. Të arsimuarit kanë vështirësi të gjejnë punë, Merz nuk do t'i këshilloja fëmijët e mi të jetonin në SBA. Se i refuzon mundësia bisedimet për kodin zgjedhor, Kapri, s'mund të shkojmë në tryez dhe kreu i Partisë Demokratike të bëj pazare me Ramën, duam një sistem edhe më të keq. Bayern Munich feston trofeun e 35 me manita ndaj Kölnit, bavarezët thyen edhe rekordin e Real Madrid, Bundesliga Gjermane ul si parin. Hantavirusi rrezik për një pandemi të re, mjeku Ali Mehmeti ka pasur raste edhe në Shqipëri, por
Shi është dakord për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Trump po shqyrtoi heqjen e sanksioneve, nuk kërkova asnjë nder sepse e gjeni të plot në balkanweb.com. Këtë zhvillim dhe zhvillime të tjera dhe po ashtu mund ta shkarkoni në telefonat tuaj për të gjithë llojet e telefonave si Android ashtu edhe iOS, balkanweb.com në aplikacionin e tij për të qëndruar të informuar gjatë gjithë kohës me lajmet që vinë me njoftim në telefonin tuaj dhe kështu mund të informoheni për ngjarjet më të rëndësishme të ditës. Mirë, do të shkojmë tani në një tjetër media të rëndësishme, do të shohim versionin online të gazetës Panorama. Donald Trump publikon imazhin e krijuar me inteligjencë artificiale dhe jep mesazhin për Iranin, qetësi para stuhisë. Parashikimi i horoskopit 17 maj ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Bullgaria shpallet fituese e Eurovisionit 2026, Shqipëria renditet në vendin e 13. U arrestua në SBA dhe Telegraf artikull për Sokol Hoxhën, vrasësi shqiptar mori shtetësi në Britani, ndërsa ishte në Arati ushtir si refugjat i Kosovës. Finalja Eurovision, Alice ndes skenën e festivalit evropian me këngën Nan. OKB mirëpret zgjatjen e armëpushimit Liban-Izrael. Guterres mbështesin përpjekjet për t'i dhënë fund armiqësive. Konflikti në lindjen e mesme, media britanike, SBA i kërkuan Emirateve të Bashkuara Arabe të pushtojë një ishull të Iranit. Kanadaja konfirmon një rast me hantavirus, personi ishte pasagjer në anjen turistike që u prek nga virusi. Meloni në forumin e Gjirit Evropian, ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet pa taksa apo kufizime. Trump paralajmëron sërish Iranin do të ketë një kohë shumë të vështirë nëse nuk arrihet marrëveshje. Tabela e përgjithshme nga rikthimi i Skënderbeut te mbijetesa e Teutës, të gjithë ekipet e Abisnet Superiore për sezonin e ri. Ekspertët thirrje OBSH-s, kriza klimatike të shpallet emergjencë globale e shëndetit publik, miliona njerëz rrezikojnë të vdesin. S'kam ambicie për kryetar partie, dua të drejtoj Bashkinë e Tiranës, Ilir Ali Mehmeti, Saliani, ashpërsimi i tonit nuk është pozitiv, se mbështes, do të kishte garë po të plotësoheshin kushtet. Ngërçi në bisedime, mediat e huaja, SBA dhe Izraeli po përgatiten për të rifilluar luftën kundër Iranit. Trump mund të vendos brenda pak orëve. Në Bashkimin Evropian nuk shkohet me vjedhje dhe korrupsion. Ali Mehmeti nuk integrohesh duke mbrojtur në blok imunitetin e zëvendës kryeministres, po largohet e ardhmja e Shqipërisë. Arrestohet shefi i policisë së Beogradit, ish këshilltari Vučić dyshohet për fshehje të një krimi. Dha dorëheqjen nga posti qeveritar, ish ministri i Starmer njofton kandidimin për kreun e Partisë Laburiste. Duhet të ndryshojmë kurs, Britania të bashkohet me Bashkimin Evropian. Di Marco i jep lajmin e bujshëm për Milanin, një drejtor sportiv shqiptar është gati të zëvendësojë iglitaren. Moti i keq në qarkun e Elbasanit, rrëshqitje dherash në Dragostunj, shembet ura në Sinan Ballaj. Kremlini në alarm, Putin po nuhat komplot, frikë nga tradhtia e brendshme dhe fshehje në bunker. Këto ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Panorama në versionin e vet online. Gazetën Panorama e gjeni çdo ditë nga hëna në të shtunë në çdo pikë shitje të gazetave në vend, në formatin e vet fizik,
për të informuar me lajmet apo analizat dhe opinionet më të rëndësishme për ngjarjet nga vendi dhe bota, e po ashtu e gjeni edhe në versionin online që sapo e pam. Do të shohim tani një tjetër media të rëndësishme, do të shohim versionin online të gazetës shqiptare. Finalja e Eurovision, Alice ndes skenën e festivalit evropian me këngën Nan. OKB mirëpret zgjatjen e armëpushimit Liban-Izrael. Guterres mbështesin përpjekjet për t'i dhënë fund armiqësive. Konflikti në lindjen e mesme, media britanike, SBA-ti kërkuan Emirateve të Bashkuara Arabe të pushtonin një ishull të Iranit. Kanadaja konfirmon një rast me hantavirus, personi ishte pasagjer në anjen turistike që u prek nga virusi. Meloni në forumin e Gjirit Evropian, ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet pa taksa apo kufizime. Trump paralajmëron sërish Iranin, do të ketë një kohë shumë të vështirë nëse nuk arrihet marrëveshje. Ekspertët thirrje OBSH-s, kriza klimatike të shpallet emergjencë globale e shëndetit publik, miliona njerëz rrezikojnë të vdesin. Ngërçi në bisedime, mediat e huaja, SBA dhe Izraeli po përgatiten për të rifilluar luftën kundër Iranit. Trump mund të vendosë brenda pak orëve. S'kam ambicie për kryetar partie, dua të drejtoj Bashkinë e Tiranës. Ilir Ali Mehmeti, Saliani, ashpërsimi i tonit nuk është pozitiv. Se mbështes, do të kishte garë, po të plotësoheshin kushtet. Arrestohet shefi i policisë së Beogradit, ish këshilltari Vučić, dyshohet për fshehje të një krimi. Dha dorëheqjen nga posti qeveritar, ish ministri Starmer njofton kandidimin për kreun e Partisë Laburiste, duhet të ndryshojmë kurs, Britania të bashkohet me Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian nuk shkohet me vjedhje dhe korrupsion. Ali Mehmeti nuk integrohesh duke i mbrojtur në blok imunitetin zëvendës kryeministres, po largohet e ardhmja e Shqipërisë. Kremlini në alarm, Putin po nuhat komplot, frik nga tradhtia e brendshme dhe fshehje në bunker. Di Marco jep lajmin e bujshëm për Milanin, një drejtor sportiv shqiptar është gati të zëvendësojë iglitaren. Financial Times, NATO presion kompanive evropiane të rrisin prodhimin e armëve, fokusit e mbrojtja ajrore dhe raketat me rreze të gjatë veprimi. Ishin këto disa nga titujt kryesor të gazetës shqiptare. Në versionin e vet online do të shohim tani një gazetë tjetër të rëndësishme, gazetën më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, në versionin e vet online. Video, Final Four nis me befasi, Vllaznia gjunjëzohet keq nga Dinamo, një hap që hap garën për titull. Video, gol në minutën e 93 dhe kartoni kuq me pesh mbyllet me drithërima finalja Teuta Pogradeci në play-out. Ekskluzive, Vora shet zbulimin e sezonit. Irgi Kasalla bën hapin e madh në karrierë. Rikthimi i bujshëm për tifozët, Zoran Zekic gati të ulet sërish në stol. Goditje e dyfisht për Vllaznin, tani humb vendin nëse mbyll si Dinamo. Video, momenti që ndryshoi fatin e superiores, kartoni i kuq i Jorgjit, ndezi gjakrat në Teuta Pogradeci, futbollisti u vërsul gjyqtarit dhe ekskluzive, gati rikthimi në Shqipëri për Eno Bitrin, ish kapiteni i Partizanit, joshet nga pretendentët.
Di Marco jep lajmin e bujshëm për Milanin, një drejtor sportiv shqiptar është gati të zëvendësojë iglitaren. Nuk duhej humbur kurse Martini pas disfatës së Vllaznisë u ulën shanset për titull, por shpallemi kampion nëse tabela e përgjithshme nga rikthimi i Skënderbeut e mbjetesa e Teutës, të gjitha ekipet e Abisnet Superiore për sezonin e ri. Klubi që bëri surprizën në Superiore nuk ndal firmat vjen një tjetër për sezonin e ardhshëm. Edhe ne u çuditëm për kartonin e kuq në duelin Teuta Pogradeci. Klajdi Kola me rregullore është mendje si jo. Video, turp, tifozët e Vllaznisë shpërthejnë kundër lojtarëve në stadium pas humbjes me Dinamon, nuk pranojnë futbollistët poshtë tribunës. Nuk ka më dyshime, Gjermania surprizon me listën për botërorin. Në Turqi e bëjnë zyrtare, vendoset e ardhmja e Ernest Muçit me një rekord të ri. Shumë keqardhje për Vllaznin, Bernard Berisha i kemi shanset për kampion, kam ardhur te Dinamo vetëm për shkak të. Skenari i çmendur në Serie A, 5 skuadrat që pretendojnë Champions mund ta mbyllin me pikë të barabarta ja cilat përfitojnë. Video, çudia e sulmuesit të Dinamos shënoi dhe nuk festoi golin e avantazhit ndaj Vllaznisë. Në poshtën Vllaznin me një mal me mungesa, zëvendës trajneri Daja, 100% këshillat e babait, ai vendos për gjithçka, Kiri do të bëhet portier i madh. Komplikohen llogaritë e Vllaznisë për titullin kampion, shikoni renditjen e Final Four pas triumfit të Dinamos. Ishin këto disa nga titujt kryesor nga sporti në gazetën më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, dhe kemi mbërritur në fund të kësaj pjese të parë. Do të shkëputemi shumë shkurt për publicitet, pas pak rikthehemi me telefonatat në studio.